Titujt kryesor të gazetave e martë 7 tetor 2014. Gazeta Panorama: para ose dhurata, qeveria, lotari me taksat që u kthehen qytetarëve. Ministria e Financave do organizojë lotari me të gjitha faturat tatimore që mbledhin qytetarët, variantet për rimbursim dhe dhurata për fituesit. Zbardhet përplasja me Ruçin në grupin e PS-s, Kokdhima, mos u bëj si mësues kujdestar. Debati në mbledhjen me dyert të mbyllura në PS, Ruçi: hapni telefonin, mos na nxirrni sekretarët. Pastruesi akuzon kreun e komunës për ngacmim seksual. Përgjigjet Kupe. Për shkarkimet ligji i KLSH-s, Komisioni i Ekonomisë rrëzon Braçën. Të afërmit, aksidenti i vajzës 2 vjeçare, familja fajson policin. Opinion për lotot e majlindës, idhujtarin dhe mosmirnjohjen. Sëmundja e paralajmëruar, buxheti suplementar si ta lexojmë. Opinion zhurmë për vrasjen e Gjinishit, harres për kontributin. Qosja adhuron Enverin, akuzon Kadaren si stalinist, profesor Skënder Gjoni. Rama s'ka ngërç me Nishanin, PDU në qeverisje. Rama dhe Basha shmangin takimin në tryezën e Nishanit. Gazeta Shekulli: llogaritën pensionet e vitit 2015, projekt ligji ndryshimet në ligjin e sigurimeve për brezin e 20 vjeçarëve të ditëve të sotme. Tabelat e ligjit të ri, 67 vjeç në pension dhe detyrimisht me 40 vite punë. Detajet e takimit: miliarderi Gjingjoni i jep leksione për drejtësinë. Analiza në 2015 të gjithë televizionet në Shqipëri me pagesë. Gjirokastër: maskat plaçkitin të qenë dhunojnë baba Halimin, djalin dhe mbesat 3 vjeçare. Drejtësia: kancer social që duhet luftuar. Transferimet nga privatët: më shumë se gjysma e studentëve braktisin studimet. Intervista Ermonela Felaj: opozita nuk kapse të jetë dyzuar për reformën në drejtësi. Korçë: kallëzoi për ngacmim seksual kryekomunari pa ditë pastruesen. Dosja e prokurorisë Florenc Hoxha: presione për ndërtimet pa leje. Valentina Leska: progres raporti BE vlerësime për Shqipërinë. Libri Helmut Kohl: sulmon Merkel, nuk dinte as ta hante me pirun e thik. Gazeta Shqiptare: prishja e ndërtimeve, qosja të trajtohen të gjithë njësoj. Intervista akademiku: Ramat kujdeset të jetë i drejtë dhe objektiv. Shkrimtari: arrestimi i imamëve, plotësojnë dëshirën e Vasa Çubrilovicit. Maxwell urren veriorët dhe muslimanët, nuk më ka shkuar mendja për burgosjen e tij. Replika e kryetarit të grupit të PS-s: je deputet si gjithë të tjerët, bëni detyrat, mos na fol si nxënës. Ruçi Kokdhima debat në grupin e PS-s. Basha: jo kapje, gjithë përfshirje. Edi Rama: tua nxim jetën gjyqtarëve të korruptuar. Deklarimi i pasurisë, ILDKP gjop 100.000 lekë 3 inspektorëve të tatimeve. Problemet: IFIMES, raporti Shqipëria 1 hap para 2 hapa prapa. Lista me 451 emra, del rregulloria i infermierët, data dhe ora për provimin e praktikës. Denoncimin e Korçë: akuzë për ngacmim seksual në hetim kreu i komunës. Formulari A3 gati në datën 22 tetor, shansi i fundit për maturantët e vjeshtër, si të merrni një kopje të testit. Ringritja e PD-s apo 20% që i PD-s, rrugë e re për reformën në drejtësi. Shqiptarja.com: Rama, 21 janari nuk mbyllet. Miladin Popovic jep se Kosova ju la në dorë Partisë Komuniste Jugosllave. Përgjigja për Koçotashkon: po çamëria. Tryeza: reforma në drejtësi parimisht arrihet kompromisi. Satir politike Shqipëria sot. Loja pa fitues me shtatoret. Padia Arben Ndoka çon në gjykat për shpifje Lulzim Bashën. Letra e qytetarit: zoti Nishani duhet të jepni dorëheqjen se kryetari KLD-s. Gazeta Dita: reforma sipas Lulit dhe Gjinit, drejtësia, një tryezë dhe disa personazhe. Çfarë u diskutua, çfarë than palët dhe pse nuk mund të jehojnë në të njëjtën sallë qëndrimi i diplomatit amerikan dhe ai i Gjingjonit. Nga gjyqtarët e korruptuar duhet të shkojnë në burg, e zëvendës ambasadorit Xhardin, te kryesorja është pavarësia e drejtësisë nga Lulzim Basha. 5 minutat e lavdisë së rreme të antarit të KLD-s, ilustrimi më brillant përse sistemi është katandisur në këtë gjendje. Të gjitha detajet e ngjarjes. Je adoleshent, shko në Amerikë, programi JES i Departamentit të Shtetit, si të aplikosh për të përjetuar një përvojë të paharruar si student shkëmbimi. Bisedë me një nxënëse shqiptare. Arsim: mësues si shpallet i paaft nëse skalon as provimin e dytë, detajet e testit kualifikues. Like and share please, rrjetet sociale që mbysin jetën sociale. Rasti i Malbardhës, le të bijem dakord e ta quajmë faltore. Gazeta Tema: Edi Rama do u anëzim jetën gjyqtarëve të korruptuar. Editorial nga Merobaze: vetëpërsosje apo vetvrasje. Ndërhyjni se na mbytën. Ka shumë Gjermani në qiellin e Europës. SBA: gjyqtarët e korruptuar duhet të shkojnë në burg. Në 2015 të gjithë televizionet në Shqipëri me pagesë. Tjetër skandal seksual: kryetari i komunës kërkon seks nga pastruesja që ta mbajë në punë. Xhihadistët italian kalojnë nga rina si drejtësirisë. Kunati këshillohet para fjalimit për reformën në drejtësi. Shqiptarët të dytët për azil në Europë, 8.000 kërkesa për 6 muaj. Gazeta Shqip: majoranca i shpall luftë korporatës, do t'u anëzim jetën gjyqtarëve dhe prokurorëve që e kanë kthyer profesionin në biznes. Drejtësia: presidenti Nishani ul palet në tryezë.
Të gjithë janë dakord për reformë, por në mënyra të ndryshme, edhe Gjin Gjoni ka idetë e tij. Mekanizmi ndryshues në duel me atë pengues. Zbulohen pikat e raportit të KS. Dekonspirimi pyetet grupi i Çiftelisë, hetimi për zbulimin e identitetit të dëshmitarit që KBU dërgon shkresis shefave të policisë. Të vjetrit apo të rinjt, banesat sociale në Tiranë, lista del në fund të muajit, kredite butash bllokohen në mars. Tryez tjetër pas 2 javësh, presidentit mos jetë pjesë e KLD-s. Histori me komand, masa ndaj xhihadistëve blindohet kufiri, Italia dyshon se shtetasit e saj kalojnë përmes Shqipërisë për të shkuar në Siri. Bild, atentate që do të rrezikonin mbar kontinentin, zbulohen planet e IS për të deportuar në Europë. FSHF Serbis nuk i ndajmë tifozët sipas pasaportave. Pavioni i ri i komunizmit në Muzeun Historik Kombëtar, nën drejtori Dorian Koçi do të rishikohet gjithçka. Gazeta Mapo, intervista Rama, dialog mbreslënës me Nishanin për guvernatorin do zgjidhet shpejt. Florenc Hoxha shkon në gjyq edhe inspektori i tij me ndërtim pa leje. Ekonomia shqiptare në rënje apo troket stagnacioni afatgjat? Reforma në drejtësi, gjithë përfshirje në fjalë, pikat e përbashkëta zero. Sanitaria pa ditë kreun e komunës për ngacmim seksual, kupe më ka provokuar. A janë duan pirësit shofer të këqinj? Kaka Pica, fisni krimi i realitetit përmes gjuhës. Ruçi e kokdhima debate në grupin e PS-s për mungesat në kuvend. Kulturë, Sislej Xhafa, rebeli i artit bashkohor në Tiranë. Koajon, drejtësia, betejë numër 4 e Ramës, krerët e lartë të shtetit secili takon mikun e vet. Petro Koçi Berisha duhet jap dorëheqje reale nga PD-ja. Opinion vetvrasja e studentit. Koment, pse na duhen 1200 shoqata. Nisëtimi për abuzimin me çmimet e cigareve. Zëri i popullit, SBA burg për gjykatësit e korruptuar. Meta, pavarësia e garantuar e sistemit nuk mund vazhdoj të jetë imunitet për shkeljen e ligjit. Komisioni Evropian, sistem gjyqësor të pavarur, shtet ligjor për të arritur integrimin. Naço, këshilli pavarur jashtë ndikimit të politikës sipas modeleve ekzistuese të vendeve europiane. OSBE, Shqipëria ka nevojë të reformojë nga themeli sistemin e drejtësisë. Rama, në radhë të parë i detyrohemi atyre të cilët na kanë votuar për një Shqipëri më të drejtë dhe paralelisht me ta, i detyrohemi gjeneratave të tjera të këtij vendi që nuk meritojnë të mbeten jashtë dyreve të Bashkimit Evropian, se në Shqipëri ka një korporat që shet e blen drejtësinë, korporata e prokurorëve dhe gjykatësve të korruptuar të këtij vendi. Rilindja demokratike, destabilizohet ekonomia, vjen skenari Papandreou, Basha urgjente ulja e taksave dhe lehtësimi i biznesit. SBA, BE dhe OSBE jo reformë drejtësie për interesa politike. Integrimi, tryeza për reformën në drejtësi, Ilir Meta, reforma domosdoshmërisë së sotmes dhe imperativi së ardhmes, në nismën e presidentit Nishani, politika bashkë në konferencën reformimi i sistemit gjyqësor. Gazeta e Sportit, izolohet Kombëtarja, zbardhet plani dhe takimet me mediat nuk prononcohen jashtë programit, nis grumbullimi në Durrës të gjithë lojtarët e Nurdhrat e Debiazit me përjashtim të Roshit. Reagon FSHF-ja Serbisë si pranojmë kushtet e tifozëve, tifozët kuqezi letër UEFA-s na diskriminojnë. Sulmuesi Bushish në Kroaci për rikuperimin do mungoj 2 ose 3 javë. Partizani, fletish trajneri Sampaio, fati nuk është me Partizanin. Kampionët Josa, më katë që kemi lënë shumë pikë, na duhet përqendrim. Flamurtari, Vucaj, flamurtari duhet të shkëputej, më duhet një gol. Trajneri Conte s'ka sherr në kombëtare, luan kush do e meritoj. Trajneri i ekipit azzurr kërkon maksimumin nga lojtarët e tij dhe kthen Pirlo në kombëtare. Zikaltrit Mazzari drejt shkarkimit, por Tohir mbyll njërin sy. Angli, Falcao shpresoj që United ta blej kartonin tim në verë. Spanjë, Ramos, La Liga prioriteti ynë, Piqué meriton respekt. Panorama Sport, Alban Meha, gjermanët më ndëshkuan prej kombëtares, me sfushor javën e fundit nuk u grumbullova se drejtuesit u mërzitën. Paderborni kërkoi të evitonte 2 ndeshjet e Shqipërisë, trajneri e la jashtë. Frik nga spionët, Debiazi ngujon Kuqezin, rezidenca e kombëtares në Durrës, dje e mbyllur për tifozët dhe media duke qenë në mbikëqyrjen edhe të policëve privat. Është Danimarka, jo Serbia. Refuzohen kushtet e serbëve jashtë shkresa e FSHF-s. Shtubina nuk e njohim Navën si president. Me sfushori krisjet nuk ndikojnë, drejtuesi ynë është Isufi Sufi. Pra pas skenat, shuplaka dhe fyrje ja si u keq trajtuar Roma. Juventus, Vidal sherr për një femër në diskotek. Interi Tohir, Mazzari do t'i jap një tjetër shans. Intervista, Lëv premton Gjermania fiton Europianin. Bodybuilding, shpallen kampionet ka edhe femra. Sport, pun, kalitje, historia e banderolës pikante.